Përshëndetje miqtorë e Tiranës, ja kur ritakohemi sërish në këtë të mërkur mbrëma në ekranin e Top News. Tirana çdo ditë më shumë po kthehet në një qytet bicikletash. Pedaluesit çdo ditë më shumë po shtohen për shkak të korsive të mbrojtura, por duket si edhe një mënyrë për një jetesë më të shëndetshme. Ata që nuk mungojnë gjithashtu janë turistët të cilët zgjedhin të pedalojnë në Tiranë. Ne do të jemi vetëm pas pak në një intervistë me Iden Petraj, e cila ka zgjedhur bicikletën si mjet lëvizje në kryeqytet. Qëndroni me ne. Korsitë e bicikletave përfaqësojnë një element thelbësor të qyteteve moderne, ndërsa Tirana ka bërë hapa të rëndësishëm në zhvillimin e kësaj infrastrukture. Ajo ende ka mundësi të mëdha për përmirësim. Shembujt e Holandës, Danimarkës, Gjermanisë, Francës, Britanisë së Madhe, Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë tregojnë se investimi në bicikleta nuk është vetëm një çështje transporti, por edhe një investim në shëndetin, ekonominë dhe cilësinë e jetës së qytetarëve. Kur flitet për korsitë e bicikletave, Holanda konsiderohet shembulli më i suksesshëm në botë. Qytete si Amsterdam dhe Utrecht kanë rrjete të gjera kryesisht të ndara fizikisht nga trafiku automobilistik. Në Holland, bicikleta konsiderohet mjeti kryesor i transportit për miliona qytetar. Fëmijët mësojnë që në moshë të vogël, rregullat e qarkullimit me bicikletë dhe infrastruktura është projektuar në mënyrë që ciklistët të kenë prioritet në shumë kryqëzime. Stacionet e trenave kanë parkingje gjigande për mira bicikleta, duke bërë të lehtë kombinimin e transportit publik me bicikletën. Vitet e fundit, Paris ka përjetuar një revolucion të vërtet në përdorimin e bicikletave. Administrata e qytetit ka reduktuar hapësira për automjete dhe ka shtuar qindra kilometra korsi bicikletash. Gjatë pandemisë Covid-19, shumë rrugë të përkohshme për bicikleta u shndërruan në korsi të përhershme, duke bërë Paris një nga qytetet më të avancuara europiane në këtë drejtim. Me planifikim afatgjatë dhe investime të vazhdueshme, Tirana mund të zhdurohet në një nga qytetet më miqësore për ciklistët në rajonin e Ballkanit. Tirana ka bërë përparime të rëndësishme në zhvillimin e infrastrukturës për bicikleta gjatë viteve të fundit. Nga një qytet që dikur kishte shumë pak hapësira të dedikuara për ciklistët, sot kryeqyteti shqiptar disponon 10 kilometra korsi bicikletash, të cilat synojnë të promovojnë lëvizjen e qëndrueshme, të reduktojnë trafikun dhe të përmirësojnë cilësinë e jetesës urbane. Korsitë kryesore të bicikletave janë të shpërndarë në disa nga akset më të rëndësishme të qytetit. Ato kalojnë përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit, zonës së parkut të madh të liçenit artificial, bulevardit të ri, rrugëve pranë sheshit Skënderbej, si dhe në segmente të tjera që lidhin qendrën me lagjet periferike. Këto korsi janë projektuar për të krijuar një rrjet sa më të vazhdueshëm, duke ofruar qytetarëve mundësinë të përdorin bicikletën si mjet transporti të përditshëm. Një nga zonat më të frekuentuara nga ciklistët është parku i madh i liçenit artificial. Kjo hapësirë ofron shtiqje të sigurta dhe mjedis të gjelbëruar, duke bërë ideale për familjet, fëmijët dhe personat që përdorin bicikletën për aktivitet fizik ose argëtim. Gjithashtu, rrugët rreth sheshit Skënderbej dhe qendrës së qytetit janë bërë më miqësore për bicikletat pas rikonstruksioneve urbane të viteve të fundit. Zhvillimi i korsive të bicikletave ka sjellë përfitime të shumta. Së pari, ka ndihmuar në uljen e ndotjes së ajrit, duke nxitur përdorimin e mjeteve ekologjike. Së dyti, ka krijuar alternativa transporti më ekonomik dhe më të shpejta për qytetarët në distanca të shkurtra. Për më tepër, përdorimi i bicikletës kontribon në përmirësimin e shëndetit fizik dhe reduktimin e stresit të shkaktuar nga trafiku urban. Megjithatë, sfidat vazhdojnë të ekzistojnë. Në disa zona, korsitë ndërpriten ose bllokohen nga automjetet të parkuara gabimisht, punime ndërtimi ose pengesa të tjera.
Ekspertët e transportit urban theksojnë se për të rritur sigurinë dhe përdorimin e biçikletave, nevojitet zgjerimi i rrjetit ekzistues, mirëmbajtja e vazhdueshme dhe ndërgjegjësimi drejtuesve të automjeteve për respektimin e hapësirave të dedikuara për ciklistët. Në dekadat e fundit, qytetet në mbar botën kanë investuar gjithnjë më shumë në transportin e qëndrueshëm, duke i kushtuar vëmendje të veçantë infrastrukturës për biçikleta. Korsitë e biçikletave janë bërë një element i rëndësishëm i planifikimit urban, pasi ndihmojnë në uljen e trafikut, reduktimin e ndotjes së ajrit dhe përmirësimin e shëndetit të qytetarëve. Edhe Tirana ka ndjekur këtë trend, duke zgjeruar rrjetin e saj të kursive të biçikletave dhe duke promovuar përdorimin e biçikletës si një alternativë moderne transporti. Jemi bashkë me Iden Petraj, aktiviste dhe kryebashkiake e biçikletave. Iden, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se ju gjej me orën e Tiranës. Faleminderit për ftesën. Prej sa kohësh e përdor biçikletën? E përdor biçikletën prej 17 vitesh. Që në fillim kam dashur që të lëviz në Tiranë me biçikletë, e shija si një mjet ndërgjegjësimi dhe lirie me veten time, pra jo vetëm se mund të shkoja nga njëra pikë tek tjetra më shpejt, edhe se mendoja Tirana ishte shumë e aksesueshme me biçikletë. Dhe vetëm aty e gjeta veten, lodha ato pak para nga punë vogla që mund të bëjmë kur jemi në një moshë të adoleshencës, dhe bleva biçikletën time të parë dhe me atë shkoja në shkollë dhe lëvizja edhe nëpër qytet. Dhe ja ku jemi sot mbas 17 vjetësh, sa kilometër në ditë bën me biçikletë? Me thënë drejtën, nuk Tirana është shumë e vogël dhe zakonisht puna më lidh që t'i kem takimet në ambientet e afërta të qendrës, kështu që mund të jenë 10 deri në 15 kilometra në ditë. Dhe cilat janë ato segmentet rrugore që kalon më shpesh? Për fatin tim të mirë, kaloj në korsinë e rrugës Kavajës, që është dhe korsia më e populluar e qytetit, gjithashtu dhe në për korsi që gjenden në bulevarde, Anashlanës, korsia që ndodhemi dhe tani tek bulevardi Dysmorët e Kombit. Pak a shumë këto, po kryesisht e gjitha hapësira që unë pedaloj në përditshmëri është mbuluar me korsi biçikleta, që ma bën më të lehtë të pedaloj. Sepse normalisht në hapësira e tjera të qytetit ku ne nuk kemi një korsi biçikleta, është shumë e vështirë, jo vetëm për mua si vajzë, por mendoj se për gjithë përdoruesit e biçikletës në Tiranë. Sepse ndihesh më e sigurt, korsit ndajnë pak nga pjesa tjetër e lëvizjes rrugore. Po që kemi ende shumë problematika që mund të rregullojmë me kalimin e kohës. Për shembull lëvizjen e motocikletave brenda në korsi ose parkimet e makinave brenda në korsi, që vazhdojnë të jenë problemi kryesor që has qyteti dhe i gjithë komuniteti ciklistëve. Si aktiviste dhe kryebashkiake e biçikletave, nga viti në vit, prej 17 vjetësh tashmë je një përdoruese vetë e biçikletës, por nga viti në vit çfarë ndryshimi ke vënë re? A janë duke ushtuar pedaluesit? Janë duke ushtuar, sipas raportit të cilësisë së jetës i zhvilluar nga Komisioni Evropian, Tirana shënonte plot 12% përdorues biçikletash në qytet, që është një numër goxha i lartë. Por normalisht pjesa më e madhe e qytetarëve preferojnë që të përdorin transportin publik ose makinat, sepse pothuajse çdo qytetar ka një makinë personale. Njërë është minimalisht, por paktën familjet shqiptare mund të numërojnë 2 deri në 3 makina. E përsa i përket brezit të ri, a mendon se duhet të jenë më tepër përdorues biçikletave se sa të automjeteve në Tiranë? Patjetër, kemi parë shumë prindër që pedalojnë bashkë me fëmijët e tyre dhe kjo më ngros shpirtin tash. Por, unë mendoj se ne si fillim duhet të rrisim sigurinë rrugore dhe më pas kemi më shumë pedalues të vegjël në qytet. Kryesisht incidentet që kemi patur nuk kanë qenë për korsitë e biçikletave, por kanë qenë për kryqëzimet e tyre. Dhe kjo na tregon që Tirana ka mbuluar një pjesë të mirë të rrugëve kryesore me korsi biçikletash për Bashkia e Tiranës, por mbetet ende shumë punë për të bërë për sa i përket sigurisë në kryqëzimet e biçikletave. A duhet të ketë edhe më shumë korsi biçikletash në Tiranë? Patjetër. Unë si aktiviste normalisht do them është shumë e nevojshme që të kemi më shumë korsi biçikletash, por në cilat segmente rrugore është e nevojshme që vija e rrugës së biçikletave të jetë e vazhdueshme dhe të mos ketë ndërprerje? Po ka shumë rrugë. Për shembull, një rrugë që më shkon në mendje është vazhdimi i korsisë së Lanës tek bulevardi Papa Gjon Pali. Ajo është ndërprerje në mes, nuk ka vazhduar deri më poshtë.
Pra jo vetëm që nuk lidhet me pjesën tjetër të Kojësive, sepse mund të lidhej me Kojësinë e rrugës Kavajës, për shembull. Ka dhe shumë rrugë tjera që unë i imagjinoj si pedonale, me thënë të drejtën, por normalisht duke i ndaj dhe me komunitetin e ciklistëve. Për shembull, rruga Mustafa Matohiti mund të ishte një pedonale shumë e mirë për qytetarët e Tiranës, pasi siç kemi parë edhe në shumë qytete tjera europiane, kryesisht këto rrugë bëhen si pedonale dhe shumica e qytetarëve i përdor si hapësira publike. Iden, a mendon se korsitë aktuale të biçikletave janë të sigurta për ciklistët? Shumica për tyre, po. Për shembull, një rast mund të jetë korsia në të cilën ndodhem tani që është tek bulevardi Dëshmorët e Kombit, por shumica e korsive nuk janë të mbrojtura dhe të ndara nga pjesa tjetër e rrugës. Pra, ajo çfarë unë mendoj, ose ne mund të vendosim kufizues që nuk lejojmë makina të parkojnë brenda në korsinë e biçikletave, por dhe as motora. Pra, në momentin që një motor do vendosi që të futet në korsinë e biçikletave që nga fillimi i rrugës, nuk do të ketë më dalje në mes të korsisë, si që shohim për shembull në përditshmëri. Pra, futen dhe dalin nga korsitë e biçikletave. Po, në momentin që futet në korsinë e biçikletave, do e këndaj mundin që po merr një job në fund të korsisë, me që ka vendosur të përdorë këtë hapësirë që nuk është e motocikletave, dhe ndoshta kështu mund të rrisim pak më shumë sigurim. Por, mendoj se nga viti në vit normalisht ka qenë prioriteti institucioneve rritja e sigurisë për komunitetin e ciklistëve. Sepse kemi parë korsitë e reja që janë ndërtuar, janë të kufizuara, janë të mbrojtura dhe janë në hapësira më të gjëra. Sipas një organizate e cila quhet NACTO, ajo ka nxjerrë një studim që flet për gjerësinë e korsive të biçikletave dhe në fakt një korsi biçikleta që të jetë e sigurt dhe të ketë mjaftueshëm hapësirë, për gjithë përdoruesit duhet të jetë 4 metra. Ne nuk kemi korsi 4 metra në Tiranë, por këto janë standarde nga qytetet europiane dhe kryesisht Tiranën e kategorizojnë rrugë të ngushta. Pra nuk është e mundur në çdo rrugë të qytetit ne të kemi një korsi 4 metra të gjerë. Por ajo që mund të bëjmë është të paktën me standardin që kemi krijuar deri më tani, korsitë e Tiranës janë 2.5 deri në 3 metra të gjera dhe të kufizuara nga lëvizja tjetër. Kështu mendoj se mund të rrisim sigurinë dhe mund të bëjmë që më shumë qytetarë të pedalojnë. Sepse arsyeja kryesore pse qytetarët e Tiranës nuk përdorin biçikletën është sepse nuk ndihen të sigurt. Nuk ndihen të sigurt. Po nga ana tjetër, pse është shtuar numri i pedaluesve? Se duket sikur ka një lloj disbalance në të njëjtën kohë. Nga ana tjetër janë të shumë personat që vendosin të mos përdorin automjetet, për të pedalojnë dhe të përdorin biçikletat, po nga ana tjetër ka dhe nga ata të pasigurt që ende nuk kanë vendosur që të fillojnë pedalimin. Ne, për efektin kohë, duam të shkojmë nga pika A në pikën B më shpejt. Dhe në Tiranë nuk funksionon më së miri kjo me transport publik apo me një makinë personale. Dhe mendoj se arsyeja kryesore e para që kemi një shumë problem parkimin e makinave, pra qytetarët nuk gjejnë se ku të parkojnë makinën, që parë nga ana tjetër është diçka shumë pozitive sepse i shtyn njerëzit që të përdorin transport tjetër alternativ, siç është biçikleta. Po, siç është biçikleta. Dhe mendoj se kjo mund të jetë arsyeja kryesore, por tjetra pastaj është që distancat janë shumë të afërta dhe gjithashtu nuk kemi shpenzime, pra është një mjet shumë ekonomik, është një mjet i gjelbër që ndihmon jo vetëm veten, edhe qytetin. Mbrojtjen e ambientit, natyrës, patjetër. Po, dhe nuk e vrasim shumë mundjen se ku ta parkojmë biçikletat, sepse shumica e bizneseve private tashmë kanë vendosur vend parkime biçikletash për punonësit e tyre. Po gjithashtu edhe Bashkia e Tiranës ka vendosur 300 postacione biçikletash në gjithë qytetin që e bën pak më të lehtë parkimin e biçikletave. Po, që kryesisht janë të sigurta, por që normalisht duhet akoma më shumë punë që të kemi vend parkime më të sigurt.
Festivali i biçikletave në Tiranë është një aktivitet i përvitshëm që synon promovimin e kulturës së ciklizmit, jetesës së shëndetshme dhe mbrojtjes së mjedisit. Festivali mbledh së bashku ciklistë profesionistë, amator, familje të rinj dhe organizata që promovojnë transportin e qëndrueshëm. Ai është kthyer në një nga ngjarjet më të rëndësishme të biçikletave në Shqipëri. Festivali organizuar për të festuar Ditën Botërore të Biçikletave, e cila shënohet çdo vit më 3 qershor. Qëllimi kryesor është ndërgjegjësimi i qytetarëve për përfitimet që sjell përdorimi i biçikletës në jetën e përditshme. Aktiviteti ka fituar popularitet nga viti në vit dhe ka tërhequr pjesëmarrës nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë. Gjatë festivalit organizohen parada me biçikleta në rrugët kryesore të Tiranës, ekspozita me modele të ndryshme biçikletash, përfshirë biçikleta elektrike, workshop edukative mbi sigurinë rrugore, leksione praktike për përdorimin e biçikletës, gara dhe aktivitete argëtuese për fëmijë, muzikë live dhe aktivitete kulturore, panajire me kompani dhe organizata që lidhen me ciklizmin dhe mjedisin. Festivali ka një rol të rëndësishëm në promovimin e një qyteti më të gjelbër dhe më të shëndetshëm. Ai mbështet përpjekjet për reduktimin e trafikut dhe ndotjes së ajrit, duke inkurajuar qytetarët të përdorin biçikletën si alternativë ndaj automjeteve. Në vitet e fundit, zgjerimi i kursivëve të biçikletave në Tiranë ka ndihmuar në rritjen e numrit të përdoruesve të biçikletave. Festivali i biçikletave në Tiranë është më shumë se sa një aktivitet argëtues. Ai përfaqëson një nismë që promovon shëndetin, mbrojtjen e mjedisit dhe transportin e qëndrueshëm, duke sjellë së bashku qytetarët të gjitha moshave. Festivali kontribon në krijimin e një kulture më të fortë të ciklizmit dhe ndihmon Tiranën të afrohet me standardet e qyteteve më të zhvilluara europiane në këtë fushë. Një aspekt shumë i rëndësishëm i festivalit është përfshirja e të rinjve. Organizatorët synojnë të krijojnë një kulturë të re urbane, ku biçikleta të mos shihet vetëm si një mjet rekreativ, por edhe si pjesë e jetesës së përditshme. Përmes aktiviteteve edukative dhe praktike, të rinjt mësojnë rëndësinë e lëvizjes fizike, mbrojtjes së mjedisit dhe respektimit të rregullave të qarkullimit rrugor. Tjetër, për sa i përket trafikut në Tiranë, si kanë ndikuar korsitë e biçikletave? Unë mendoj se gjithë qytetarët kanë këtë polemikën që janë vendosur korsitë e biçikletave dhe prandaj është rritur dhe trafiku në qytet. Nuk është e vërtetë. Unë mendoj se në vendet ku ne kemi ndërtuar korsitë e biçikletave kanë qenë parkime për makinat të cilat qëndronin aty të parkuara me ditë me radhë. Pra nuk është se i shërbente një qytetari ajo hapësirë. Thjesht ishte një hapësirë publike e zënë nga një makinë në padrejtësi. Por sot mund ta përdorim në mënyrë shumë të mirë si një korsi biçikletash. Edhe mendoj se duhet shtohen akoma më shumë, pra të gjitha rrugët kryesore të qytetit duhet kenë korsi biçikletash, por ja ku mund të shohim pra edhe një mama me një djalë duke pedaluar në korsi, është pamje shumë e bukur për qytetin sepse tregon edhe një kulturë që ndoshta po zhvillohet për të ardhmen tonë. E vërtet. Por nga ana tjetër, çfarë problematikash hasi me korsitë e biçikletave? Ndoshta makina të parkuara në një vend ku nuk duhet duke prerë kështu korsinë e biçikletave, apo edhe këmbësor të cilët kalojnë aty ku nuk duhet. Nuk janë më shumë problem këmbësorët, sepse është gjetur një bashkëtesë midis komunitetit të ciklistëve dhe këmbësorëve. Problemi më i madh që ne kemi sot është kalimi i motorave në korsitë e biçikletave dhe parkimi i makinave në to. Duhet të ketë ndërhyrje nga institucionet, pra që të ketë reagim, sepse edhe komuniteti i ciklistëve siç e përmendëm më parë, janë 12% e qytetit. Dhe për këtë arsye qyteti duhet punoj për grupet më vulnerabël, për fëmijët, për njerëzit me nevoja ndryshe, për vajzat dhe gratë, pra qyteti duhet jetë i sigurt për gjithë. Dhe edhe komuniteti i ciklistëve, sepse kur paralelizojmë një biçikletë me një makinë, normalisht biçikleta është më vulnerabël në rrugë. Dhe duke parë që një pjesë mirë e qytetarëve kanë filluar ta përdorin biçikletën, kjo për shkak të ekonomisë, shpejtësisë edhe motit që ka Tirana gjithashtu, sepse ne na kategorizon një mot shumë i ngrohtë. I favorshëm, patjetër. Shumë i favorshëm dhe kryesisht qyteti jonë është i sheshtë. Pra është shumë i aksesueshëm me biçikletë. Po nga ana tjetër, çfarë mund të bëjë Bashkia e Tiranës për të përmirësuar infrastrukturën e ciklizmit? Fokusi i Bashkisë Tiranë për momentin është ndërtimi i kryqëzimeve të sigurta dhe mendoj se institucioni po punon në këtë drejtim.
Mendoj se do duhet ca kohë që të ndërtojmë këto kryqëzime, por për sa kohë janë prioriteti i institucionit, mendoj se mund të kemi një qytet më të shëndetshëm dhe më të sigurt në të ardhmen. Është krijuar gjithashtu edhe një lloj komuniteti, apo jo? Patjetër, po. Komuniteti i ciklistëve. Patjetër, po. Si organizoheni, ku mblidheni zakonisht? Ne kemi disa grupe në për aplikacionet ndryshme që ekzistojnë, por kemi dhe aktivitetet ndryshme që organizojmë për gjatë gjithë vitit. Një për tyre është dhe festivali i bicikletave, që po organizohet për vitin e 5, radhazi, do organizohet e kolonat në datën 9 qershor. Duket sikur vjen direkt pas pandemie. Po, Shkrijuar pak a shumë në këtë. Në fakt po, ka shumë fikse ajo periudha kur të gjithë qytetarët filluan ta përqafonin bicikletën dhe ta përdorin më shumë dhe komuniteti u zgjerua më shumë. Dhe kështu filluam të organizonin më shumë aktivitete sepse ishte edhe nevoja nga qytetarët. Ata e kërkonin që të kishte më shumë aktivitete të tjera. Dhe ja ku jemi pas 5 vitesh duke organizuar sërish festivalin. Po. I cili konsiston? Festivali i bicikletave konsiston edhe në një panajër bicikletas ku bizneset të ndryshme të qytetit i prezantojnë aksesorë dhe bicikletat që ata shesin nëpër bizneset e tyre me një çmim shumë më të lirë nga vitet e tjera, por gjithashtu kemi workshope që mbahen brenda në festival që janë për sigurinë rrugore, për infrastrukturën, pra ka diskutime me komunitetin se çfarë mund të përmirësojmë në të ardhmen. Festivali është krijuar në fakt në ditën botërore të bicikletave, që është data 3 qershor, dhe çdo vit e kemi organizuar në këtë datë, por këtë vit po organizojmë në datën 9 qershor, sepse është një aktivitet i mbështetur nga Komisioni Evropian. Pra, edhe vetë Bashkimi Evropian e ka në fokus mbështetjen e komunitetit të ciklistëve, dhe me sa duket edhe Tirana po e ndjek pas. Festivali organizohet nga organizata Active Mobility, e cila është një organizatë që punon për mirëqenien dhe sigurinë e ciklistëve çdo ditë. Kushdo mund ta ndjeki në faqen e Instagramit dhe gjithashtu të bëhet pjesë dhe e grupimeve që kemi nëpër aplikacione për të marrë edhe informacionin për aktivitetet që ne zhvillojmë. Bukur, mirë, edhe në përmbyllje të bisedës që ne bëm, ide nëse ke një mesazh të drejtë për drejtë për gjithë qytetarët e Tiranës që pedalojnë, por që edhe ende nuk e ka nisur për shkak të atyre pasigurive që ne diskutuam bashkë. Okej, kam një mesazh që është me bicikletë do kisha arritur, e cila është dhe banderola që shohim çdo ditë nëpër rrugët e qytetit. Me bicikletë do të kisha arritur, në fakt po. Dhe pak më përpara isha duke ardhur me taksi dhe i thash me bicikletë do kisha arritur më shpejt. Okej, herës tjetër do ta kërkoj me bicikletë. Me bicikletë, patjetër. Faleminderit. Ju falenderoj shumë për kohën. Faleminderit. Sajmir Muka, pjesë e komunitetit të ciklistëve, por gjithashtu organizator i komunitetit të dy rotaku. Përshëndetje Sajmir. Përshëndetje. Mirë se ju gjejmë, edhe kjo pamje mrekullueshme me një super kid këtu. E përdorin bicikletën familjarisht, se duket sikur po ja injektoni edhe bebit tuaj, fëmijës. Ardi ka dalë gjithë 2 muaj me bicikletë, e kemi marrë me karrocë që kemi vizitu vendet të ndryshme të Tiranës. Tani po rritet dhe po bëhet gati që të vizitohet dhe qytetet e ndryshme të Shqipërisë. Mashallah, vetë kur e keni nisur që të pedaloni? Normalisht, unë jam rritur me bicikletë, por që pas pandemisë filloi pasioni i fshehur për ciklizmin. Aty u krijuar dhe komuniteti
dy rotaku, edhe që para kësaj dite është një mjet që unë e përdor për punë, për sport, për dalë për kafe, për gjitha. Zakonisht dy rotakët, ku organizohen? Çfarë organizimesh bëni si komunitet? Ne bëjmë organizime të ndryshme dhe qëllimi jonë është të shohim vende të eksplorojmë natyrën shqiptare. Ku kemi qenë deri më tani? Po thuj në gjithë fshatrat edhe malet e Shqipërisë. Kemi dalë edhe jashtë Shqipërisë, kemi vajt në Ulqin, kemi bërë liçenjen e orit rreth e rrotull, kemi plane për të vajt edhe në Itali. Ky komunitet nga sa persona përbëhet? Komuniteti bëhet gati rreth 200 persona, është një komunitet goxha i madh, por në çdo javë që ne bëjmë organizimet tona, ka persona të ndryshëm që e ndjekin. Dhe cili është vendi më special ku ju keni qenë deri më tani? Për mua, qyteti më interesant dhe çdo cep i atij qyteti është shumë i bukur, është Gramshi. Gramshi. Është qytet që çdo fshat i Gramshit është mrekulli. Por një ndër rrugët më të bukura për ciklizëm që është për asfalt është rruga e Vallë Dejës Puk, që është shumë e bukur. Normalisht ka dhe rrugë tjera, por ajo na kalon bresa. Është dhe pjesa rrugës Bog Qafor, Theth, edhe është shumë e bukur. Dhe rrugë të tjera. Dhe le të kthehemi në Tiranë. Jemi këtu. Sa shpesh e përdorni biçikletën në Tiranë? Biçikletën çdo ditë. Çdo ditë. E pandashme. Në punë, me artin. Me artin e vogël. Keni qenë dhe ju fëmijë gjithashtu kur e keni nisur biçikletën? Patjetër. Unë shumë i vogël e kam nisur biçikletën, por pasioni i madh për biçikletën filloi pas pandemisë. Ju jeni bashkë me familjen që jeni pjesë e komunitetit të ciklistëve, bashkë me bashkëshorten tuaj. Bashkë me bashkëshorten time, ne dalim të tre bashkë me artin tani, edhe dalim vizitojmë vende të ndryshme të Shqipërisë. Cila është arsyeja kryesore pse ju e përdorni biçikletën? Për argëtim, për transport, për të mbajtur ndoshta edhe një jetë më të shëndetshme, sepse duket sikur nga dita në ditë dhe numri i pedaluesve është duke u rritur, është një nga shkaqet edhe ky për një jetesë më të shëndetshme. Patjetër, gjëja më e rëndësishme është shëndeti, e përdor për një jetesë më të shëndetshme, pastaj është edhe pjesa tjetër, normalisht e dim gjithë që trafiku në Tiranë është shumë i ngarkuar, me biçikletë ikën kudo shumë shpejt, pa trafik, por dhe ana ekonomike, sepse kostot janë shumë t'ulta me biçikletë. Të gjitha bashkë bëjnë që zgjidhja më e mirë është por më vjen shumë keq që akoma jemi shumë larg pjesës që shumë njerëz nuk e kuptojnë akoma që biçikleta është një sport shumë i mirë për shëndetin. Sa mirë, çfarë mendon se na mban larg? Promovimi për mua do të jetë promovim sa më shumë nga gjithë njerëzit për biçikletën. Dhe çfarë mesazhi drejt për drejt do t'ju jepi gjithë qytetarëve të Tiranës në këtë moment? Mesazhi është që duhet të dalin një herë për qef në fshatrat e Tiranës ose në fshatrat e tyre ku janë, të vizitojnë një fshat me biçikletë dhe nga aty nuk do ndahen më. Cila është zona ku ju frekuentoni më shpesh me biçikletë, qoftë në Tiranë apo edhe jashtë saj? Tiranë ne vizitojmë është Mali Dajtit, është fshati Baldushkut, është fshati Krab, Qaf Kraba, kemi pastaj edhe pjesën këtej janë liçenet e Allgjatës, Kusit, Kasharit, është liçeni Bovillës që shkojmë dhe atje. Është një ujvar shumë e bukur në Tiranë që është ujvara Kakunjës, që sa herë që hedh foto njerëzit më pyesin ku është kjo, është larg, është jashtë, ndërkohë që i them është në Tiranë dhe gjithë besin ta bitur. Edhe shumë bukur është aksesueshme fare mirë edhe me biçikletë. Po, është shumë e thjeshtë. A i përdorni korsitë e biçikletave? Patjetër, korsitë e biçikletave i përdor dhe dua të them diçka që brenda Unazës korsitë drejt diku janë shumë të mira, pastaj në momentin që ne dalim jashtë Unazës vogël është shumë problem të dalësh me biçikletë. Ku mendoni se duhet një ndërhyrje për një përmirësim i infrastrukturës së biçikletave? Çfarë mund të bëjmë më mirë Bashkia e Tiranës? Diçka që është shumë e rëndësishme që unë e kam kërkuar shpesh është që na duhet një rrugë për të vajt për dal nga Tirana. Domethënë për të vajt në fshatrat e ndryshëm të Tiranës. A mendoni sa e mirë se drejtuesit e automjeteve i respektojnë rregullat dhe korsitë dedikuar biçikletave? Shumë e vështirë me drejtuesit, nuk është se është diçka që ato e bëjnë me qëllim, por janë të Me çfarë problematikash hasen? Po hasën me pjesën e përparësisë, sepse nuk e kuptojnë që biçikleta ka përparësi si komsër, si biçikleta ka përparësi me makinën, sepse ne normalisht majmë ekuilibrin dhe kemi pak më të vështirë shëndrimin në një rreth rrotullim ose një semafor. Ku mendoni se do duhet një ndërhyrje për shtimin e segmenteve të korsive të biçikletave? Për mua, një ndërhyrje është pjesa që s'ka fare, është nga pjesa Zogut Zi, stacioni trenit dhe 5 Maj, që nuk ka fare.
Pastaj duhet dhe mirëmbajtja e kursive të tjera dhe diçka shumë e rëndësishme një thirrje për policinë që të lirohen kursitë e biçikletave sepse po bëhen në shumë vende parkim makinash. Dhe si mendoni ju se do të ishte ndryshe Tirana nëse do të liheshin, le të themi, pak më pas përdorimit e automjeteve dhe do shtoheshin përdoruesit e biçikletave? Si do ndikonte kjo qoftë edhe në trafikun e Tiranës? Ajo do ndikonte për mirë që në trafikun e Tiranës, dhe në ambient. Në ambientin, në ajrin e ndodhur që qendra e Tiranës është shumë e ndodhur. Unë për shembull që shumë rrallë dal në qendër, gjithmonë vizitoj fshatrat, e kuptoj shumë pjesën që Tirana është shumë e ndodhur e pjesa tymrave, gazave. Ju jeni pjesë e komunitetit të biçikletave, gjithashtu dhe organizator i 2 rotakve, që kemi bluzën bashkë e veshur dhe me artin e vogël, që shumë shpejt do nis të ecë dhe shumë shpejt do nis edhe të pedaloj, kam përshtypjen. Patjetër që po. Cili organizim është së fundmi që ju jeni pjesë e këtij organizimi? Së fundmi, unë kam shumë dëshirë, do shikoj dhe kohën që të bëjmë liçenet e Lurës, sepse nga që është shtruar dhe rruga tani, edhe duhet të bëjmë atë rrugën Peshkopi, Lurë, Rëshen. Samir, ju uroj një eksperiencë sa më të bukur dhe sa më të parushme, sepse shoh që ju jeni në eksplorim në mënyrë të vazhdueshme, familjarisht po edhe me komunitetin e ciklistave dhe të 2 rotakve gjithashtu. Të presim dhe ty në një ditë. Patjetër që po, është kënaqësi, kaq bukur sa ma bë këtë botën e komunitetit tuaj, patjetër që edhe unë nuk dua ta mungoj si eksperiencë. Jemi mirëpritur. Ju falenderoj shumë që ishit pjesëore e Tiranës. Miqtë e Tiranës, faleminderit që ishit me ne edhe në këtë mbrëmje të kësaj të mërkure. Bashkë do të shihemi sërish ora 20:00 në ekranin e Top News. Deri atëherë, kalofshi sa më bukur.